Një përshëndetje ju vjen nga Këndi i Kuzhinës për gjithë ju zonja zotëri. Siç e shikoni, ndodhim në Këndin e Kuzhinës me një shef shumë të mirë që quhet Beni. Përshëndetje shef Beni. Përshëndetje Mirdita. Çfarë keni menduar të na bëni për televizionistët tanë sot? Atëherë, për sot kemi menduar të bëjmë një pjatë thjesht që mund ta gatuajnë edhe vetë nëpër shtëpia, i fileto me këpurdha, fileto viçe me këpurdha champignon. Është një pjatë e thjeshtë dhe shumë e këndshme. Shumë e këndshme. Atëherë, të fillojmë me radhën e parë të punës, përpara se të fillojmë me radhën e parë të punës, na prezantoni ingredientët përbërësit që ka kjo recetë. Po. Shef Beni. Atëherë, ingredienti kryesor, si mund të themi, është fileti viçit, Po. këpurdha champignon, majdanos dhe hurdha. Krip piper, konjak dhe vaj ulliri. Atëherë, marrim fileti. Po. Filetin e presim në trashim 2 cm. E presim. Mishi, në rast se televizionistët tanë nuk do kenë këto lloj mishi në shtëpi, për shembull fileton, mund ta propozoni me çfarë mund ta bëjmë shef Beni? Salca me këpurdha shkon me të gjithë përbërësit e tjerë. Mund të kesh fileto pule, mund të kesh mish për të bërë një skallop. Vetëm gjë që ndryshon është mënyra koha e gatimit të mishit. Koha e gatimit të mishit. Normalisht. Për shembull, kjo recetë që ju po na propozoni për televizionistët tanë, sa shkon? Sa minuta kohë gatimi do? Atëherë, maksimumi kësaj recete janë 20 minuta. 20 minuta. Varet, sepse koha është relative, në bazë të kulturës që do t'i japim filetës. Qofse filetën do ta bëjmë alcango kulturë. Do ta themi më shqip shef Beni se alcango për shembull televizionistët tanë nuk e kuptojnë në gjuhën e restorantit, shumë e kuptojnë. Nëse do e bëjmë me gjak, pra pak të pjekur, koha e gatimit zvoglohet. Normalisht atëherë ndërkohë shef Beni ne fillojmë duke filluar punën. Atëherë çfarë do bëjmë tashmë? Atëherë marrim vaj në ulliri, kemi pak vaj ulliri në tigan. Po. Kjo do na shërbej për koturën e filetit. Kotura çfarë do thotë? Pjekjen e mishit e filetit. Atëherë shef Beni unë e di çfarë do thotë, po për televizionistët tanë duhet ta shpjegojmë, duhet na kuptoni. E vendosim mishin. Gjatë kohës që mishi fillon edhe piqet, ne përgatisim këpurdhat, bazën e këpurdhave që do t'i bëjmë veç. Në rregull. Hajde, skuqim mishin, shef Beni, e karamelizojmë. Atëherë shef Beni, momenti që e kthejmë fileton e kryposim, sepse krypa siç e dini ju i merr gjithë lëngun mishit dhe në momentin që ti e krypos para, mishi vetë merr duke i dalë lëngu thahet. Ju kuptoj. Prandaj krypa hidhet në fund propozoni ju. Krypën e hedhim mbasi t'jetë pjekur njëri krah i mishit. Atë shef Beni, deri tash keni qenë shumë qartë për televizionistët tanë, pasi keni marr filetën, e keni marinuar, keni prerë dhe keni vendosur në tigan. Fileto është pa marinu fare. Siç është mishi e hedhim në tigan dhe nisim ta pjekim mishin. Momentin që njëri krah bëhet, ne kthejmë nga krahu tjetër dhe bëjmë kryposjen. Në rregull, pak më vonë ju do bëni dhe kërpudha, kështu thash që do t'i kaloni në tiganin tjetër që kemi aty. Po. Do të bëj një pyetje që e bëjmë gjithë, domethënë gjithë kuzhinierëve që unë intervistoj. Si ka lindur pasioni për kuzhinën dhe sa vite eksperiencë keni, domethënë, pasi ne para se të fillonin transmetimin më tha që kishit qenë në Itali, në Europë, domethënë keni punuar vite të tëra. Domethënë si ka lindur kjo ide? Apo ka lindur spontanisht apo që nga vogërsia juaj, domethënë që e keni si traditë familje? Pasioni im për kuzhinën ka lindur që kam qenë fëmijë. Ka qenë një nga dëshirat e mia që unë të bësha kuzhinjar, një dëshirë që u realizua. Dhe është një punë që unë e bëj me shumë dëshirë. Moshën 15 vjeçare unë u largova në Itali. Me kalimin e kohës bëra edhe shkollën në Itali dhe ju përkushtova kuzhinës. Unë kam dëgjuar për ju për eksperiencët e tua, domethënë për lokalet ndryshme, për gatimet shumë të mira dhe sot ishte kjo kënaqësia ime që ju, insistimi im që të vija të xhiroja, domethënë që të na jepshit një ide për televizionistët tanë.